në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku çdo fjalë analizohet dhe çdo detaj merr peshë të madhe, vëmendje të veçantë së fundmi morën deklaratat e Ludos për Dolcën, komente që ushuan për superlativa dhe krahasime të pazakonta. Duke e vendosur atë në qendër të diskutimeve si brenda ashtu edhe jashtë shtëpisë, gjatë një bisede me banorët, Ludo u ndal te paraqitja e Dolcës, duke veçuar sidomos fustanin e saj të kuq, i cili, sipas tij, kishte bërë bujë në mbar hapësirën shqiptare. Ai theksoi se ajo paraqitje nuk ishte thjesht çështje veshjeje, por një kombinim i stilit, vetbesimit dhe prezencës që rrallë shihet brenda një formati të tillë. Për Ludon, Dolça nuk kalon pa u vënë re, ajo tërheq vëmendjen natyrshëm, pa pasur nevojë për shurm apo provokime të drejtpërdrejta. Në një krahasim që nxiti reagime dhe interpretime të ndryshme, Ludo u shpreh se Dolça shet shumë, jo në kuptimin material, por si figurë publike, si imazh dhe si prani. Ai e krahasoi atë me një dyqan luksoz në Paris, ku njerëzit nuk shkojnë domosdoshmërisht për të blerë, por për të parë, për të mahnitur dhe për të ndjerë atmosferën. Sipas tij, ashtu siç djemt ndalojnë për të soditur vitrinat më ekskluzive, edhe Dolça është një figurë që tërheq shikime dhe komente, duke krijuar një magnetizëm të veçantë. Këto deklarata e pozicionuan Dolcën si një nga figurat më të përfolura të momentit në shtëpi. Për disa banor, fjalët e Ludos ishin një kompliment i hapur, që vlerësonte estetikën dhe ndikimin që ajo ka te publiku. Për të tjerë, ishte një shembull se si imazhi dhe paraqitja vizuale mund të marrin po aq rëndësi sa loja strategjike brenda Big Brother Kosova, në një format ku personaliteti, sjellja dhe pamja ndërthuren vazhdimisht. Dolça duket se ka krijuar një identitet të fortë, që shkon përtej debateve apo aleancave. Paraqitja e saj me fustanin e kuq u kthye në një moment simbolik, duke treguar se ndonjëherë një imazh i vetëm mjafton për të lënë gjurmë dhe për të ndezur diskutime të gjera. Dekla